ka dy gjëra komplet të ndryshme nga ato që ndodhin në jetën e përditshme. Unë e mbarova Big Brotherin tim për të folur për emocionet, tani fillon betejë ligjore dhe me drejtësinë, por jo vetëm me drejtësinë, edhe për sa i përket betejës që ka të bëjë me opinionin publik, duke patur parasysh që e kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them, një sistem drejtësie që funksion me regji politike dhe një sistem drejtësie i cili kërkon të bëjë statistika. Aq më shumë duke mbajtur Ilir Metën në burg dhe Erion Veliaj në burg për të thënë që kjo klasë politike tani e bëri shpagimin e saj, nuk ke më reagim të opinionit publik, kemi statistika, kemi numra dhe vazhdojmë ecim përpara si në kohën e Partisë Punës, ku ligjin e bën kryetari i partisë, drejtësinë e bën kryetari i partisë, gjumimin, po themi, edhe gjykimet i bën kryetari i partisë, i cili është Edi Rama.